Kënga qytetare shkodrane vijon përfaqësimin dinjitoz në kompeticionet kombëtare duke I dhuruar edhe këtë fundviti çmime të rëndësishme Shkodrës, qytetit të artit dhe kulturës. Vlerësimi I radhës për grupin artistik të Qendrës Kulturore Pjetër Gaci, I përbërë nga 20 artistë, erdhi në festivalin folklorik tipologjik të këngës popullore në Elbasan. Juria e këtij festivali, tradicional prej shumë vitesh, pas prezantimit të grupit të Shkodrës me këngët më të mira të repertorit, vlerësoi grupin me çmimin Lucia Miloti. Këngëtarja më e mirë u vlerësua Orieta Kelaj, ndërsa diplom për karrierë artistike ju dha këngëtares së mirënjohur Mukades Çanga. Gjithashtu mirënjohje u shpërndan edhe për artistët e rinj të grupit. Në ndërtimin e Andi Unazës, grupi I Shkodrës I përbërë nga këngëtarët Mjesht Rimal Bujar Çamili, Orieta Kelaj, Mukades Çanga, Adelina Correj, Ardi Guga, Agim Molla, Blerta Cina, Ilsi Ademi dhe Gjuli Pietraj dhuroi emocione të shumta për të pranishmit, ndërsa sfida e radhës sipas drejtuesve të Qendrës Kulturore Pjetër Gaci është festivali folklorik I Gjirokastrës në prillin e 2015-s. E si për ta mbyllur këtë rrugtim të suksesshëm të nëntorit dhe fillim dhjetorit, orkestra frymore ishte për herë të parë në qytetin e Tetovës në Maqedoni. Organizimi një sër aktivitetesh kulturore dhe artistike të iniciuara nga kryetarja e komunës Teuta Arifi bëri pjesë edhe kryeqendrën e kulturës Shkodrën. Në rrugët e qytetit të Tetovës ishte e para herë që përformoi një bandë muzikore me marshe tërësisht shqiptare dhe sigurisht që kjo përbën një ngjarje artistiko-historike të realitetit shqiptar në Maqedoni.